Një operacion i koduar si Endpoint u realizua nga policia e shtetit në bashkëpunim me prokurorinë e Tiranës dhe çoi në goditjen e 2 call centrave, të cilët vepronin në zonën e liçenit të Thatë. Lidhur me aksionin u arrestuan edhe 2 administratorët, Mario Kolli dhe Bjorn Kareco, versus hulumtoi më tej për këtë çështje, nga ku rezultoi se pronari faktik i këtyre pikave rezulton se është një personazh i njohur si biznesmen në kryeqytet. Ai është Vladi Malaj, veprimtaria e të cilit në fushën e call centerave ka mbi 15 vite. Të 2 administratorët e vendosën në pranga janë mbulesa fiktive e Malajt në këtë veprimtari. 2 të rinjtë rezultojnë të arrestuar edhe në 22 shtator të vitit 2023 në kuadër të operacionit Momentum. Ky term është edhe lidhja direkte me Malajn. Policia e shtetit e kodoi operacionin me të njëjtin emër me të cilin Vladi Malaj ishte vendosur si ombrell për të gjitha bizneset e tij në këtë fushë, të njohur si të afërm të një ish-deputeti socialist dhe të një tjetër personazhi të errët të botës së krimit. Malaj bashkë me të vëllain e tij, Giulio Malajn, kanë një veprimtari të njohur në fushën e call centerave. Fillimisht në vitin 2019, krijuan firmën Albris 100% në pronosti të Vladi Malaj dhe brenda një viti numërohen 6 firma call center. Vëllezërit Giulio e Vladi Malaj nëpërmjet call centerave kanë mashtruar qindra qytetare biznesmen të vendeve të Bashkimit Evropian, duke u zhvatur miliona euro.